Mirëdita, sot për ditën e dyerve të hapura, ose ndryshe ditën e shkollës, unë me asistentin tim kemi zgjedhur që të bëjmë një projekt për lëvizjen lëkundëse dhe energjinë potenciale, edhe kinetike. Këtu ne kemi një lavjerës. Që ta demonstrojmë ne këtë, do të përdorim një sferë e cila do të ketë peshë, pastaj do të kemi një spango që do ta mbajë sferën, një bazë e cila do ta mbajë spangon, dhe baza e rëndësishme që do të mbahet nga asistenti. Këtu nuk mund të shihen, por kemi 3 pika. Më së pari është pika O. Pika O është pika e baraspeshimit, ose ndryshe pika që njëherë për njëherë kjo sfera po qëndron. Kjo pikë nuk ka asnjë energji potenciale dhe as kinetike. Këtu nuk do të asnjë lëvizje, por është vetëm baraspeshimi. Pastaj ne, nëse e lëvizim këtë, do të shohim se do të shkojë majtas dhe djathtas. Kur ajo arrin lart djathtas, ajo do të ketë energji potenciale. Energjia potenciale është pika më e lartë që do ta zë ky trup në lëvizje. Kur ai lëshohet dhe lëviz te poshtë, që të shkojë në pikën A, ne do të shohim se ajo energji potenciale do të kthehet në energji kinetike. Energjia kinetike është energjia që do ta marrë ky trup kur do ta humb energjinë potenciale. Duke bërë këtë, kjo mund të ndryshohet shumë nga forca që i japim ne. Për shembull, ne njëra për njëra nuk japim shumë forcë. Kurse nëse ne do të japim më tepër forcë, do të shihni se trupi do të lëviz edhe më shumë. Tani, për ta treguar më mirë, ne kemi marrë një xham dhe do ta thejmë për këtë eksperiment. Këtu ne pam se kur ne përdorim forcë në sferën dhe lëvizëm, xhami u thye, sepse kemi japur aq shumë forcë sa trupi ka lëvizur dhe ka goditur atë. Por çfarë nëse ne nuk përdorim forcë? Tani unë do t'jap një shembull. Unë do ta mbaj këtë kështu. Nëse unë nuk do t'japi fare forcë dhe fuqi, ky trup kur nuk do të arrijë që të kthehet në pozicionin që është një herë për tani. Nëse unë dështoj ta bëj këtë, atëherë do të goditem fort dhe nuk do ndihem mirë. Tani le ta testojmë. 3, 2, 1. Si e shihni, trupi nuk më goditi mua, sepse nuk i japëm fort. Ky ishte projekti jon për lëvizjen lëkundëse dhe atë potenciale. Faleminderit. Për ndër të ditës së shkollës do t'ju paraqes një eksperiment nga Michel Faraday, i cili kishte zbuluar induksionin elektromagnetik në vitin 1831. Ai kishte thënë që në rast se kemi fushë magnetike mund të përfitojmë gjithashtu edhe rrymë elektrike. Kjo rrymë elektrike ndryshe quhet rrymë e induktuar. Për ta vërtetuar këtë eksperiment na nevojiten disa mjete. Kemi mjetin matës, i cili është galvanometri. Ky mjet mat rryma të dobta elektrike. Kemi 2 bobina, bobinën e parë me 400 dredha dhe bobinën e dytë me 600 dredha. Kemi një bateri 4.5 voltëshe dhe gjithashtu disa përques dhe 2 magnet. Njëri magnet ka fushën magnetike më të dobët, kurse tjetri më të fuqishëm. Për ta vërtetuar këtë eksperiment, duhet ta marrim galvanometrin dhe me anë të përquesve ta lidhim me një bobinë. Në këtë rast e lidhim me bobinën me 400 dredha. Në momentin kur marrim shufrën magnetike dhe e vendosim në bobinë, do të shohim që treguesi i galvanometrit do të lëvizë. Sa më shpejt që e lëvizim shufrën magnetike në bobinë, aq më e madhe do të jetë gjithashtu edhe rryma e induktuar elektrike. Në rast se marrim bobinën tjetër e cila ka 600 dredha, do të shohim që rryma e induktuar do të jetë edhe më e madhe.
Ja tani e pam që rryma induktuar është më e madhe se në rastin e bobinës me 400 dredha. Po që se marrim magnetin me fushë magnetike më të fuqishme, do të shohim që treguesi do të lëviz edhe më shumë. Në rast se lejojmë që shufra magnetike të qëndrojë vetëm në një pozitë, do të shohim që galvanometri nuk do të lëviz fare. Pra, nga kjo, vim në përfundim që rryma induktuar varet nga shufra magnetike, nga numri i dredhave të bobinës dhe gjithashtu edhe nga shpejtësia e vendosjes së shufrës magnetike në bobinë. Gjithashtu mund të realizojmë edhe një eksperiment tjetër, e cila lidhet me ligjin e Faraday. Pra, e shohim këtu kemi eksperimentin e dytë. Kemi të lidhur galvanometrin me përques dhe përquesin e kemi të lidhur me bobinën primare. Bobinën primare e kemi bashkuar me bobinën sekondare dhe më pas atë me anë të përquesve e lidhim me burimin e rrymës elektrike. Në momentin kur prekim këto përques në burimin e rrymës elektrike, do të shohim që galvanometri do të lëviz. Nga kjo vim në përfundim që nga rryma elektrike mund të përfitohet me anë të përquesve, domethënë rrjedh në bobinën sekondare dhe mund të përfitohet fusha magnetike. Kjo fushë magnetike do të kalojë në bobinën primare me një intensitet të ndryshëm. Më pas, nga bobina primare, ajo do të shndrohet sërish në rrymë të induktuar, andaj treguesi i galvanometrit do të lëviz. Pra, kjo ishte e gjitha. Ju falenderoj për vëmendje. Përshëndetje, për ndër të ditës së dyerve të hapura ne do të realizojmë një eksperiment në lëndën e fizikës nga kapitulli i induksionit elektromagnetik. Eksperimenti që ne do të realizojmë është si përfiktohet rryma induktuar, përkatësisht si funksionon gjeneratori elektrik. Për këtë eksperiment na nevojtojmë mjetet e punës si magneti me fushë të fuqishme magnetike, përques bakri me shumë vështirë dhe llampa elektrike e kyçur në skajt të përquesit. Për të realizuar këtë eksperiment së pari fillojmë duke rrotulluar bobinën në brendësi të magnetit. Pas rrotullimit varojmë se llampa e kyçur në skajt të bobinës fillon të ndriçet. Kjo ndodh për shkak se bobina gjatë rrotullimit e ndërron fluksin magnetik që e përshkon atë. Dhe ky ndërrim i fluksit magnetik indukon rrymën e përques. Pra, nëse një përques indikohet nga një fushë e vazhdueshme magnetike, në atë do të rrjedhë rrymë e cila quhet rrymë induktuar. Por, nëse bobina nuk rrotullohet, llampa elektrike nuk do ndryshojë. Pra, në përques nuk paraqitet rrymë nëse nuk ndërron fusha magnetike. Kjo ishte e tëra që kemi përgatitur. Faleminderit për vëmendje.